Po shpërndahen produkte me furgon për zgjedhje, kandidati për deputet denoncon rastin në Mat. Një deputet i Kuvendit të Shqipërisë ka denoncuar se një furgon po shpërndante produkte për zgjedhje. Në datë 8/4/2025 është paraqitur dhe ka bërë kallëzim shtetasi BÇ, 56 vjeç, banues në Tiranë, kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, pasi dyshonte se në fshatin Bushkash Mat disa personat pa njohur nga ana e tij po shpërndanin produkte të ndryshme me një automjet furgon me qëllim favorizimin e subjekteve politike. Menjëherë pas administrimit të kallëzimit, shërbimet e Komisariatit Policisë Mat kanë bërë shoqërimin e drejtuesit të automjetit shtetasit FL së bashku me automjetin e tij furgon, ku nga kqyrja dhe veprimet hetimore nuk u konstatua asnjë send apo veprim i kundraligjshëm. Të gjitha veprimet janë kryer në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Dibër.